Ky stream është për të gjithë ju që ju janë sjellë me padrejtësi në jetën tuaj. Bëhe këtu stream për 7 ditë me radhë dhe ditën e 7 do vish të më thuash çfarë ka ndodhur. Mund ta shkruash që ta mbash mend. Do fillosh që sot që e dëgjon këtë video. Do qëndrosh në një vend të qetë me dorën e majtë në zemër dhe dorën e djathtë në barku. Do marrish frymari të thellë me undë dhe do nxjerrësh me gojë. Ndjej kur e nxjerr atë bllokimin nga brenda kur nxjerr frymën nga goja. Dhe përsërit këtu ushtrim 10 herë. Më mbas do sjellësh përpara teje në imagjinatën tënde personin që të ka sjellë më tepër pa drejtësi, të ka bërë pa drejtësi, të ka mërzitur, të ka marrë lek, nuk të ka kthyer, të sjellë një femër, një mashkull që të sjellë në padrejtësi, të ka tradhtuar, të ka goditur, do thënë gjithçka, edhe ti mashkull. Dhe ky ushtrim është për ata të guximshmit, nuk është për të gjithë, por rezultatet janë shumë të rëndësishme dhe do shikosh çfarë do ndryshoj për 7 ditë. Atëherë sjellim përpara personin që na ka dëmtuar, na sjell në padrejtësi më tepër nga të gjithë. Ndërroj, imagjinoj sikur e ke 2 metra para teje. Dhe shikoj tani në vend të flasësh fjalë të këqija, foli fjalë të mira, të falenderoj, të dua, të fal për çdo gjë që më ke bërë dhe mund t'i numërosh çfarë të ka bërë. Të fal ty dhe veten time. Të liroj nga ky program, nga kjo kontratë që kemi bërë si shpirtra për të më mësuar një mësim në këtë jetë, për të evoluar shpirti im. Dhe mbyll çdo kontratë që kam me ty nga ati lartë si shpirt. Por, që të arrish të thuash këto, do fillosh të shkruash një fletore çfarë të bëri dhe çfarë ndjeve ti. Që të kuptosh që çfarë mësimi more nga i shpirt, se gjithmonë një person që na i bën jetën të vështirë është mësuesi më i mirë për të evoluar shpirti jot. Jo këtu për jetën toksore. Dhe ne nuk erdhëm këtu të jetojmë thjesht ato që bëjmë. Erdhëm të marrim përvojë dhe të shpëtojmë shpirtin ton. Shpirti nuk harron kurrë. Gjithashtu, ai person mund të jetë të kesh bërë mbyllje, të bësh mbyllje karmash, ti kesh ti bërë çdo një gjë, gjërat janë shumë të thella. Provoje këtë ushtrim duke i thënë dhe duke i thua faleminderit për mësimin. Për shembull, nëse dikush të godet, të ka goditur, të ka nënvlerësuar, ti je grua se burr kuptoj që akoma nganjëherë janë prindrit tanë që na i bëjnë këtë. Dhe e dini pse? Sepse ne i zgjodhëm si shpirtra që ata ta bëjnë vërtet këtë gjë, por e harruam këtu në tokë që në qoftë se na nënvlerësojnë, na mësojnë si ne të lidhemi me vlerën tonë. Sepse vlera jonë nuk është çfarë thot tjetri atje jashtë, por është këtu brenda. Dhe ti ndihesh i pa vlerë kur një person të thot që s'ke vlerë, ose të shan, ose të godet, të keq trajton, sepse diku ti keq trajton veten tënde. Nuk i ke dhënë vlerën që ke. Dhe ke lejuar atë personin tjetër. Shumë herë, gjithashtu, ai personi të mëson që ti të thuash jo, se thonjë vetëm po, të mëson kufijt, e shumë të tjera. Bëjeni këtë për 7 ditë me radhë. Mos e harro, shkruaj dhe të shikosh si do lirohesh dhe në qoftë se personin e ke aty, personin afërt
të shikosh që ai person duke punuar ti në brëndësi, pa i thënë ati asnjë gjë as të mirë as të keqe, ai do ndryshoj sjelljen. Dhe për këtë jam 1000% e sigurt se gjithçka që ju them dhe në video që ndaj janë përvojat e mia, përveç metodave. Dhe këtu dua të të them që në çdo gjë ka zgjidhje, nëse ke vështirësi, jam këtu të të ndihmoj ndërmjet terapive personale, akoma dhe në grupe, edhe akoma ato që bëjmë falas ndërmjet platformës Zoom, akoma dhe videot janë një ndihmë për ty për të zgjuar. Por do zgjohen ata që janë gati të zgjohen, ashtu si ato lulet kur janë gati të çelin. Të gjithë në ritmin tuaj. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe mos harroni që vitet janë shumë të vështira, shumë të ngarkuara nga ana energjitike dhe na kthehemi tek vetja. Mos kërkojmë lumturinë tek të tjerët. Mos kërkojmë asgjë tek të tjerët, por vetëm tek vetja jonë. Atje do gjejmë thesare të mëdhaja. Ju përshëndes. Nëse do ndihmë, mund të më gjesh në WhatsApp, Viber, Telegram, në mesazh privat 0030 699 321 46 37. Mos pyet se je i madh, je i vogël, je grua, je burr. Mbi të gjitha, mos harro se je një shpirt. Ju përshëndes.